Miq Prizmus, ngjarja më e madhe botërore ishte vizita e presidentit Trump te presidenti Xi Jinping, presidenti I Republikës Popullore të Kinës. Amerikanët kanë problem dhe nuk e din ta përmendin fjalën Republikë Popullore, por praktikisht ajo është republika e cila sigurisht mban në themelin e saj pikërisht figurën e Mao Zedongit, pikërisht Kinën e 1949, Republikën Popullore, dhe normalisht Partinë Komuniste që ekziston edhe sot e kësaj dite me një asamble prej Komitetit Qendror të tyre prej 5.000 njerëzish. Praktikisht Kina sot superfuqia e dytë e botës me tendenca për të qenë e parë. Dhe kjo vërtetua edhe atje, por presidenti Trump sigurisht shkoi me një delegacion I cili krahas politikanëve, krahas sekretarit të shtetit edhe disa sekretarëve, sigurisht rupja dhe disa sekretarëve kishte edhe disa miliarderë. Midis tyre më të madhin e botës, siç është Elon Musk, ose edhe shefin e Apple-it ose shefin e Amazonës edhe, jo nuk e dija ishte ky, por disa shefa tjerë të po themi infrastrukturës edhe strukturës jashtëzakonshme të inteligjencës artificiale, po njëkohësisht edhe të prodhimit fantastik amerikan. Në këtë rast, nuk kishim të bëjmë thjesht me delegacionin fillikat me politikan, por kryesisht me industrialist, me fuqinë e jashtëzakonshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, përpara fuqisë tjetër, e cila pretendon normalisht të jetë e para në të nesërme, por që akoma nuk ka mbërritur, se po themi për triliardat e produktit janë mbrapa edhe 12 ose 13 triliarda, por ecuria është e jashtëzakonshme. Por kemi një element. Nuk është thjesht konflikti me Iranin. Është thjesht konflikti me dy superfuqive. Ky është më I rrezikshëm, jo ai me Iranin. Dhe Irani është mes për mes këtyre. Është konflikti tjetër I cili sigurisht shef Kinën dhe Amerikën në ballafaqim me njëra tjetrën përsa I përket ideve, mendimin dhe si më thënë, ndasisë jashtëzakonshme për Tajvanin, gjë që sigurisht është biseduar atje, por nuk ka dalë në planet e para. Dhe normalisht pastaj marrëdhënie tregtare me njëri tjetrin. Aty pa qartë që Xi I thotë mund të jemi konkurrent, por nuk kemi pse të jemi armiq. Mund të ecim të dy të para duke qenë konkurrent pa shkuar në armiqësi. Dhe këto ishin fjalë të rregulluara mirë. Të rregulluara mirë kur I përmendi edhe Herodotin, ose kur I përmendi edhe elemente të tjerë të luftës Peloponezit, kam bërë një diskutim sot, sepse po e përmende atë, domethënë do të përmendesh luftën e Peloponezit midis Athinës dhe Spartës. Nuk kemi pse luftojmë. Është një luftë e cila ishte e thënë e qartë e presidentit Xi. Unë nuk e kisha njohur në këtë projekt, domethënë të fjalëve të tilla, por kjo ishte, ja tha presidentit Trump, I cili sigurisht edhe miratoi, e kuptoi se ku luhet. Kemi fjalën për luftën e Peloponezit. Herodoti e përmend si fakt, është lufta midis Athinës e Spartës. Pra, midis një fuqie të madhe ushtarake, kulturore siç është Athina, dhe Spartës, një fuqi ushtarake, po themi edhe ekonomike, siç është Sparta. Po ndërkohë, krahasimi shumë I qartë është midis Amerikës, demokracisë dhe Kinës. Pra nuk kemi pse ta bëjmë këtë luftë, e cila na merr qafë të dyve. Dhe njëkohësisht bisedat në të që nuk kuptohen mirë, ato nuk vjen re në mënyrë kaq të qartë, që kanë bëjnë pastaj edhe me biznesin e madh, me biznesin e jashtëzakonshëm që shoqëronte delegacionin e presidentit Trump. Në fakt, u dha me u kuptu, dhe sigurisht edhe evropianëve, po ndërkohë dhe rusët që shohin me shumë kujdes, në të vërtetë Rusia është superfuqi ushtarake, por nuk mund të jetë ekonomike. Mund të konsiderohet politike sepse është ushtarake, por nuk mund të jetë ekonomike. Që dy superfuqit po të duan, e sidomos me karakterin, me tipin e presidentit Trump, edhe mund të merren vesh. Jo vetëm që mund të merren vesh, po edhe mund të dialogojnë për një periudhë të mirë, po themi, bashkëekzistence, bashkëjetese dhe ndërveprimi ekonomik dhe financiar në vend të luftës përhershme. Sigurisht fjalët janë të bukura,
për çfarë u kthyen konkretisht. Janë firmosur dhe janë marrë disa marrëveshje, po gjëja kryesore është vendosja e një lloji paqe. Edhe këtë njerëzit duhet ta kuptojnë, bota ndërkombëtare, ndërkombëtariteti i madh, bankat edhe po themi shoqëritë e mëdha aksionere e kuptojnë dhe sillen si të tilla, sepse sigurisht tregjet të zuan një stabilitet të madh ekonomik, kriza financiare duket sikur nuk ekziston me krizën ekonomike, pra vendoset një lloj qetësie e cila sigurisht ka të bëjë me marrëdhëniet e mira midis Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në anën tjetër pastaj është edhe marrëdhëniet ushtarake dhe rritja ushtarake e jashtëzakonshme, gati e frikshme e Kinës. E po bëhet shumë shpejt një fuqi e madhe ushtarake, që këtu ajo imiton Amerikën, në këtë pikë, jo Rusinë, për nga modernizimi dhe për nga ndërtimi, aftësia për të ndërtuar. Në fakt ishte vizitë e mirë, dhe normalisht tregjet e reflektuan. Pastaj zgjidhet për mi Iranin, ndoshta Trump i bie shkurtët, nuk kemi nevojë për Kinën për këtë. Ne kemi nevojë për marrëdhëniet e mira me Kinën. Irani është çështja jone dhe zgjidhim sipas mënyrës tonë. Por vendosja e qetësisë, vendosja e parimeve të miqësisë në tregti dhe jo grindjes së vazhdueshme, është diçka e jashtëzakonshme dhe sikur kjo të jetë arritur, është diçka e rëndësishme. Dakord miqtë mi? Miq Prizmos. Në të vërtetë, ajo që dua edhe kam dëshirë gjithmonë ta përsëris, pa u mërzitur, është mënyra më banale, më e shëmtuar, më folklorike, po sigurisht e karakterit mitoman, arrogant, të shqiptarit për të sharë vendin e vetë. Për të sharë në gjuhë të huaj dhe shqip. Po shikoja një emision të Rajt 3 atyre komunistave të bolshevik, njerëz që jetojnë gjithmonë me tmerrin e grindjes edhe të zbulimit fakteve, përmirësimit botës, shkojnë përmirësojnë botën ata, desa e fusin pastaj një kamp përqendrimi të madh. Dhe po jo bolshevik, po folk bolshevik, stalinist, të krimbur, siç janë ata, e sidomos në Itali është e tmerrshme kjo punë, që kishin gjetur një panosokon e famshëm edhe shante. Shikon këtë ndërtesën këtu, kjo është me pare droge. Shiko këtu, gjithë Tirana është ndërtuar me pare droge, Shqipëria është me pare droge. Ajo është vendi i drogës edhe kryeqendra e drogës në Ballkan edhe në Evropë. Shante vendin e vet pa pikën e pudorit, thonë italianët, po pa pikën e sikletit që është ore mirë se tipo denoncon, po themi një pare të pistë, po si flet kështu për vendin tënd. Këto si janë ndërtuar fare, këto si blen kërkush, këto janë pastrim parash, këto janë krimi, ky është vendi ynë, ky është, por si ishte vetëm kjo, dhe një 3-4 tjerë. Normal që ky do flasi, Pano dhe Soko, dakord, në rregull, Pano Soko, okay, e kuptojmë. Ju vetë mund ta futnin mendin punë dhe e kuptoni çfarë do të thotë Pano Soko. Megjithatë, ky nuk është asgjë përpara se mitomanëve dhe maskareve të Partisë Demokratike dhe vetë Sali Berishës. Ai voton në mënyrë të qelbur, se do të tregojë që institucionalisht e zyrtarisht janë për integrimin, e voton, bashkon votat e Partisë Socialiste. Po në çdo vend, shkon në Greqi e thotë nuk e meritoj. Ju lutem, bashkohet me atë Fredi Beleri dhe gjithë ta belerët e tjerë që janë shqiptar, janë grekofon, nuk janë grek, janë grek folës, njëri më maskara se tjetri, njëri më i korruptuar se tjetri, një më anti-shqiptar se tjetri, vrasës të shqiptarëve, dhe Sali Berisha aty thotë, mos e pranoni këtë vend, ndaloheni integrimin. Kjo nuk është zyrtarisht, por sigurisht kohën e sotme të regjistrohen. Ndaloheni se ai është vendi i drogës, Edi Rama ka kthyer në drogë, ka kthyer, është kundërshtari politik, shan vendin. Është kundërshtari politik ai që sigurisht i ka marrë pushtetin. Sali Berisha duhet patjetër të japësh pushtetin, të adhurosh.
t'ja falësh, për të gjithë berishkave. Atë në qoftë se ti nuk e bën këtë punë, pastaj Shqipëria është e jotja. Atë është e jotja sepse ti je drogaxhi. I shikoj duke jeni bërë gjithë si Ramaduro, thosh, imagjino tash. Alamet burri s'di fjali tjetër të Ramaduro, imiton Sali Berishën. Por mirë, më i them një shoku ti po. Është e nevojshme ta imitosh Sali Berishën, thosh Ramaduro, po gjeve një emër tjetër ti, personal. Ramaduro. A kupton? Intelektual, pedagog, Ramaduro. Ai e mirë me shnet. Po shaje më me mënyrën tënde. Ose nuk e di, nxjerri ti fakte. Çmerr zhargonet e Sali Berishës, këtë Ramadurën e thot. Ramadurën do të bëni ju shtetin. Shqipëria është kështu, Shqipëria është kështu, Shqipëria është në vendin e vet, edhe në gjuhë të huaj edhe në gjuhë shqip. Në Greqi, në Gjermani, shkon se kujtojnë ata gjermanët, vjen një lopçar aty nga gjermanët, as ditë veshet, vjen në pantallona të shkurta në zyrën e Sali Berishës, ky e konsideron njeriu më se jep dorën kërkush, zjen kërkush, s'ka zyrtarisht kërkush, e njohin gjithë që është non grata dhe është më i korruptur dhe vrasës, se ai kërkush në Shqipëri, do të vazhdon të shan Shqipërinë. Shan Shqipërinë më. Shan vendin e vet, e fyen, e përgojon në mënyrë tragjike. A thu se Shqipëria i takon Edi Ramës, a thu se Shqipëria i takon Partisë Socialiste, a thu se Shqipëria i takon mafjes së të drogës, ore mafje droge kanë edhe vendet e tjera, mar ka edhe ajo Greqia, ore Maskara, ore Çelbanik. Ka edhe Greqia, ma mush me drogë dhe me mafje. Kush e konsumon drogën atje? Çfarë janë ata? I ka dhe Italia, i ka dhe Gjermania vet. Kush e konsumon shumicën e drogës? Gjermanët më e konsumojnë, ata e pinë. Mos ishin ata, s'do ishin as këta. Folklorik, bolshevik, Maskara, nuk shahet vendi jot, më shahet Edi Ramën, po jo vendin tanë. Kush mitoman? Mitoman edhe janë një pjesë e madhe në Shqipëri që janë mitomaniak, janë arrogant, urrëtia shkon deri në atë pikë, sa pastaj kthehen kundër vendit të tyre në mënyrë të jashtëzakonshme, po dhe sa vijnë këta në pushtet, atëherë vendi është bëj mirë. Atëherë është vendi i pastër, s'është më droge. Këta janë. Vazhdojnë mediat, vazhdojnë t'i japin hapësira, vazhdojnë t'i japin kredite. Kujt një Maskara e një vrasësi në kohën e tij kishte bank droge. Bank droge është vrarë një prej bankerëve. Kishte vend droget apostafat që shkonin paret ke Partia Demokratike që quhet Lazarat. Apostafat ishte e deklaruar. Ishte vendimi im full stop, e kanë hequr atë maskarallëk të Sali Berishës për Lazaratin. Ishte vendimi im politik full stop. Kështu thot Sali Berisha për Lazaratin. Mirë të vrarit për gjake, mirë shkatërimi i gjithë Shqipërisë, po dhe droga sipër. Kush i bëri këto? Sali Berisha i bëri. Dhe këta t'japin leksione, ky t'jep leksion për demokracinë, ky Maskara. Jo Maskara vetëm. Po shkreu i Maskarevi në Shqipëri, se ka si puna e tij, sa të duash. Në këtë pikë, ky vend s'ka për gjetur e ati, jo vetëm sa t'jetë gjallë ky, po sa t'jetë gjallë ky lloj modeli, ky lloj mitomani, ky lloj arroganti dhe kriminali në politikën shqiptare, derisa shqiptarët pranojnë një folklorik, një folk bolshevik si puna e këtij, antar partie i PPSH-s, po nga ata folklorikët, nga maskaret, super maskaret, jo idealistët, që 1968. Ky do të marrë për shembull tash, ky duhet të jetë shembull edhe ardhmja jon. Imagjino çfarë propozon Partia Demokratike në Shqipëri. Shembull moral, shembull politik moral dhe ekonomik Sali Berishën, i cili është komunist, ka prodhuar 1997, 1996, 98 me gru shtetit, ka prodhuar 21 janarin dhe ka prodhuar Gërdeçin. Ka prodhuar gjithë hajnit e botës. S'ka parti që ka bërë maskarallëqet më të mëdha se Partia Demokratike këtu. Kanë vrarë njëri tjetrin, kanë përjashtuar njëri tjetrin, s'kanë lënë gjë pa bërë, sepse është partia e Sali Berishës. Është parti personale e tij. Po Shqipëria nuk është personale e Edi Ramës, Maskara. Është edhe e jona.
E ne nuk merremi me drogë. Sali Berisha është marrë me drogë. Miqtë e Zenit edhe Zeni vetë janë marrë me drogë, bashkë me Argitën. Ata kanë përfituar. Ata folklorik, janë folklorik njësoj si jati. Po jo ne si marrë kur. Dhe shumë si puna ime. Shumë si puna ime, jashtëzakonisht. Shqipëria nuk është e Edi Ramës, as e Partisë Socialiste. As ma pak e Sali Berishës dhe Partisë dhjerë ti, personale ti, qelpsinës ti. Jo më Shqipëria është e shqiptarëve. Jo e maskareve. Vjen dita dhe kthehet në dorë shqiptarëve. Se minimumi nuk do ta keni jetën sa shqiponja. Nuk do jetoni me mira vite. Do ngordhësh një ditë. Ti dhe gjithë sociolopi jot. E Shqipëria do të vazhdojë. Kush do meten vetëm sharjet, fyrjet që i ke bërë ti në gjuhë huaj, në anglisht, atë anglishtën e qelbur që flet, të dhjerë që flet ose italishtën e qelbur që flet. Italishtën e anglishtën e Vigjidolit. Njeri i zgjuar, marrë në mend. Sali Berisha jo vetëm që nuk është i zgjuar, po është pervers, perfid dhe kriminal. Problemi i madh janë pastaj ata që vinë mas ti. Këta janë problemi i madh. Gjithë ato rondokopët që shef aty. Njëri me pervers se tjetri. Edhe njëra më perverse se tjetra. Që vazhdojnë t'i mbajnë nisur një perversi si puna e këtij. Një komunisti, po e përsëris edhe një herë, të 1968. Por jo idealist, si shumë komunistë tjerë që u morën qafë në atë kohë. Edhe u morën qafë nga pikërisht ky lloj brezi i ri. Se shkruajtur era. Brezi i ri, vepra më e shkëlqyer e partisë. Dhe numër 1 i tyre është Sali Berisha, krye kriminali i Shqipërisë.